sa po ju thash, më thonë fillon në moshën e hershme, kur të bisedojna për diabetin, që është dikun stadi ma vëndshëm i fillimit rezistencës në insulinë, mandej rritjes 3 mujorit, mandej vini deri te diabetit dhe ta kuptoni që ajo ka fillu shumë më herët. Shumë më herët. Po, që tash edhe nuk e ndëgjojmë organizmin si duhet. Po, sepse në literaturë janë të përshkruar me 2 lloje të diabetit. Po. Edhe do të thonë janë diabeti tip 1 edhe tip 2. Tip 1 që ma pak me populata ma pak merret me ato, se edhe me përqindje është ma i vogël, ndërsa tip 2 është ai që është aktual. Tip 1 është dëmtimi i qelizave të Langerhansit edhe mungesa e insulinës, pra trajtohet me insulinë. Ki tjetri është në fakt që gjithashtu